Presidenti i Partisë së Lirisë, Ilir Meta, ndjehet I tradhtuar nga dy kushërinë Ibrahim Llari për sa I përket dosjes së lobingut të Lëvizjes Socialiste për Integrim, sot Partia e Lirisë. Në një postim në Facebook, përmes të cilit I drejtohet moderatorës të Top Story, Grida Duma, ai sqaron rolin e tij dhe të ish bashkëpunëtorëve në dosjen në fjalë. Meta thot se për sa I përket $369.000 të paguara nga një entitet I panjohur, gjë që del dhe në dosje, prokuroria e posaçme duhet të pyes ish bashkëpunëtorët e tij, më konkretisht Endrit Ibrahim Llarin, që ka firmosur kontratën e lobingut dhe që ishte personi përgjegjës për ta ndjekur atë, si dhe kushëriri I tij I parë, Erjol Ibrahim Llari, I cili sipas tij ka mbajtur për 10 vite gjithë korrespondencën me kompanitë e lobimeve dhe me email, por që pas largimit nga detyra si drejtor kabineti nuk ka lënë asnjë arkiv apo gjurmë. Meta shton se I ka kërkuar SPAK prej 2 vitesh të kërkojë nga partnerët amerikanë të hetojnë se kush I ka bërë këto pagesa në SBA dhe të merret në përgjegjësi ligjore, pasi ai vet pretendon se nuk ka autorizuar askënd dhe me emër përmend Adrian Shatkun, I cili ka qenë prezantues I këtyre kompanive me LSI-n dhe ka mbajtur lidhjet me to. Këtu presidenti I Partisë së Lirisë ngre pikpyetje për faktin që Shatku, një shqiptaro-amerikan, çuditërisht nuk është pyetur nga SPAK pasi ka 3 vite që nuk ka ardhur në Shqipëri. Në fund, Meta kthehet sërish tek Endrit Ibrahim Llari, për të cilin thot se pasi hyri tek SPAK-u si përfaqësues I Partisë së Lirisë, doli si rilindas I Edi Ramës dhe u fut edhe në listën e Partisë Socialiste për kandidat për deputet në Tiranë. Në fund këtë shënim drejtuar Dumës, Meta e mbyll duke thënë se SPAK I ka të gjitha mundësitë t'i gjejë personat që kanë bërë veprime të paligjshme apo kanë patur dieni për to, si në SBA edhe në Tiranë. Ai kërkon gjithashtu që përgjegjësia ligjore, si e tij ashtu edhe Monika Kryemadhit, të trajtohet veçmas, duke qenë se tani janë të ndarë edhe zyrtarisht.